Mirëmbrëma miq dhe shikues të nderuar të emisionit në vikend. Mirë se erdhët edhe këtë vikend së bashku me mua dhe së bashku me emisionin tuaj të preferuar. Edhe këtë javë jam unë së bashku me ju për t'ju sjellë biseda të këndshme dhe të bukura. Shpresoj që jeni pranë ekraneve të juaja televizive për ta ndjekur dhe për t'i shijuar këto biseda. Të ndjekim në vazhdim. E sot në studio kemi kënaqësinë të mirëpresim një zë që prej më shumë se 2 dekada është bërë pjesë e pandashme e muzikës tonë popullore. Luljeta Idrizi, këngëtare me një karrierë të pasur dhe plot dashuri për këngën, qytetare dhe popullore, ka interpretuar në skena të shumta dhe ka dhuruar emocione të paharrueshme për publikun. Përveç angazhimeve në skenë, ajo ka kontribuar edhe në shoqëri kulturore artistike, duke qenë gjithmonë një zë i fuqishëm i trashëgimisë tonë muzikore. Së fundmi ajo u ngjit në skenën e koncertit solistik Tingujt e Shpirtit, ku interesimi dhe interpretimi i saj u prit me duar trokitje dhe për të folur sigurisht për rrugtimin, emocionet dhe dashurinë e saj për muzikën, sot kemi musafire në studio Luljeta Idrizin. Urdhno Luljeta. Mirëmbrëma, do përqafohemi. Si e zemër? A je mirë? Ulu, rehatohu. Si po ndihesh me ne në këtë vikend, në këtë fundjavë? Gjithmonë mirë, gjithmonë këndshëm, edhe gjithmonë me dashuri pranoj ftesën. Është kënaqësi që të kam këtu në studio, Luljeta, sepse ka një kohë të gjatë që unë dua të të kem në emision. Dhe ka një kohë të gjatë që do të them, dua të të kem, mirë po tash kemi një arsye të bukur. E kemi koncertin. Pos karierës, pos këngëve, pos gjithë ati rrugtimi tandin muzikor, e kemi bë edhe koncertin solistik. Mirë po, do të ndalem këtu. Si ndihesh ti kur e shef atë rrugtimin tënd 20 vjeçar, nëse kthehesh në kohë 20 e më tepër vite më para? Po, më tepër ka. Po, e lumtur për gjithë atë që e kam përjetu gjithë këto vite. Së pari falenderuse ndaj Zotit për talentin, për zërin, për mundësin për të këndu, sepse është privilegj, është ndjenje këndshme, edhe pse i ka sakrificat e veta edhe mundimet, po çdo gjë ja vlen dhe çdo profesion që ka të bëjë me takimin me publikun, për mendimin tim është i shejt, sepse gjithmonë përcjell emocion të mirë dhe është reciproke ndjenja, pranon po aq ndjenjë të mirë nga gjithë ata që të shikojnë dhe të adhurojnë. Luljeta, si kujton fillimet tua? Cilat ishin ato hapat e parë që të lidhen me muzikën dhe the kjo është rrugtimi im, kjo është rruga ime, kjo është dëshira ime për të vazhduar më tutje? Fillimet e mia kanë qenë jo direkt të lidhur me këndimin, por me instrumentin e çiftelisë. Si fëmijë u mësova vetë, me thanë, mendimin e një djalit të Axhës. Ato traditat familjare, sepse në çdo shtëpi ka pas një çifteli. Unë isha mysafire në Kosovë dhe mora çiftelin e lutat më mëson 2-3 valle, 2-3 instrumentale të them. Dhe pastaj kur u kthej shumë shpejt i mësova ato. Aty zbulova se kam shumë aftësi për me i mësu gjanat shpejt, mendoj rreth muzikës, kam vesh muzikor. Dhe kur u ktheva në Shkup, atëherë mundësia e parë, 2 herët e para që ishin të hapura për talentët në muzikë ishin shoqëritë kulturore artistike Emin Duraku dhe Ibe Palikuqi. Kështu që atje fillova një herë me folklor, me instrumentin e çiftelisë dhe pastaj edhe përderisa kisha talent edhe për muzikë edhe me këndimin. Çdo rrugtim ka sakrifica, ka sfida, ka kënaqësi, ka të mira, ka të këqija. Si do të përshkruaje rrugtimin të asaj të sakrificave, të mundit, të kënaqësive? Çka do të kishe veçuar ndoshta nga kjo periudhë e gjatë në skenë, në aktivitet muzikor? Kështu du ta përfshi faktin që
kur e kthej kohën pas, ndoshta vetëm më vjen keq që sikur të angazhohesha në mënyrë profesionale, të regjistrohesha në shkollat profesionale muzikore, dhe në atë mënyrë ndoshta ndryshe do të rrjedhin gjana, ndoshta pak më mirë, por prapë edhe kjo nuk është keq, me përkrajen e thashme shoqërive kulturartistike, me përkrajen e familjes, rrethit shoqëror, do me thanë arrin sukses. Mirë po, çdo herë kam ndoshta edhe si këshill që të prindët ose të mësimdhënësit që në momentin që shohin ndonjë talent, qoftë për muzikë apo për diçka tjetër, ta udhëzojnë në institucionet e veçanta që i përkrahin atë drejtim të rit. Që të arrin aty ku duhet me suksesin maksimal. Po, sigurisht, pa punë dhe pa angazhim në vende adekuate edhe talenti nuk mundet të realizohet dhe ta merr atë vendin e vet aty ku duhet të jetë. Mirë po, si ti e sheh sot brezin e ri? Sa janë të lidhur me këngën qytetare popullore? Sa ka shpresa kënga qytetare, kënga popullore, çiftelia, gjitha këto vegla tona popullore që ndoshta brezi i ri edhe nuk i përjeton, nuk i dëshiron. A shef ndonjë? Fatmirësisht me rrjetet sociale që janë aktive tash të vitet e fundit, kjo është përparësia, që përcillen gjitha këngët e vjetra popullore, folklori, qoftë edhe këngët qytetare, përcillen ndër breza, njëjtë sikur atëre pa rrjete i kam pranu unë. Fatmirësisht nga gjeneratat e kalume, motra e madhe që ishte në gjimnazin se Flushmarku dhe gjitha ato nxënës atër që dëgjonin këngë të Mirfill Shqipe. Ne kemi më lehtë tash me përcjell në brezat e ri, edhe përderisa janë këngë me vlera, me tekste të bukura, me melodi të bukura, i përqafojnë edhe i pranojnë shumë mirë, edhe unë po i shoh se edhe të rit po i dëgjojnë këto këngë. Kështu që besoj që do të jetojnë gjatë. Mu më pëlqen një zë optimisti, një ardhanse, sepse për të këndu këngë popullore duhesh ta duash kulturën tënde, nacionalitetin tënd, dhe unë e shoh që më vjen shumë mirë që e shoh një zë pozitiv. Sigurisht nga një vajzë e cila ka ruktu bajegi shumë, kogja shumë, 20 vite punë, ma tepër. Mirë po, gjithë kjo punë dhe gjithë kjo sakrificë, në fund të përmbyll, në fund ka përfundimi i këtij viti, u rumbullaksu me një koncert solistik. Një koncert i cili u realizua në për masa të mira, u realizua në Qendrën Kulturore Informative, në salonin 19-19, organizator i projektit dhe ideator, të them më mirë, ishte kolegu im Emin Salihi, njerit është edhe mësimdhënës në shkollën fillore Adem Jashari dhe klaviaturist në Sint. Ai e bëri projektin, e mbështeti qyteti i Shkupit dhe më propozoi, më tha se ta realizojmë. Për mu ishte kjo gjëja më e mirë, si të them, si çështje ambitor, si kurorëzimi krejt këtyre viteve punë, karrierë me këndimin. Dhe bashkarisht e pëm për zgjedhjen e këngëve, këngë të vjetra veç më të kënduara, disa serenata, këngë të lehta, disa pak më bashkëkohore. I ndam në dy pjesë, të them, blok. Në dy bloqe, në dy pjesë. Po, dy pjesë. Njëherit kolegu Lavdrim Ajrullahu, ishte me klarinet, dhe kajon ritmin që mban Igor Nikolovski Gac, dhe të katër faktikisht u angazhuam. Nuk patëm shumë kohë të gjatë për para përgatitje, me qenë se sa përfunduam me dasmat, dhe ajo mbajt me 15 shtator, po ndonjëherë ja vlen të pranosh sfida dhe të rrezikosh më mirë se sa të asnjëherë nuk mundesh me prit momentin perfekt. Perfekt. Gjithmonë gjërat e paplanifikuara dalin
mas miri. Do të presësh gjatë nëse pret diçka perfekte, kështu që ja vlen gjithmonë të pranosh sfida, të rrezikosh në një farë mënyre, i vjen ajo, se për kësi gjana duhet të përgatitë së paku një muaj më parë dhe me prova, po ne shumë shpejt s'patëm kohë, aq ishte afati, po faleminderit Zotit edhe Julieta, ti e gjithmonë e përgatitun, sepse ti e gjithmonë aktive, do kisha thënë, edhe me këngë, edhe me manifestime, edhe me është e vërtet, po është ndryshe kur del vetë në skenë, për shembull kam pas rasune të marr pjesë në festivalin manifestimin e alfabetit të gjuhës shqipe në Manastir, ku kam këndu vetë dhe vetë i kam ra qiftelis, aty nuk ka nevoj për para përgatitja, del vetë interpreton edhe kontrolon si donë të situatën. Po përderisa ke bashkëpunëtor edhe të është që duhet të koordinohemi, të adim se qëfar këngë, të adim se ka sa herë përsëritet strofa ose refreni, ose kjo ishte ajo që ne duhet ta përgatisim. Për ndryshe, për tjera gjana nuk është edhe shumë problematike, por kaloj mirë, jam shumë... A doli ashtu si e prite? Sepse unë pash shumë përkrahje edhe pash ma shumë familjar. Ishte ma familjar. Normal. Ajo ishte një farë dhurate edhe për të gjitha dhuruesit ata që e duan këngën, mbeta pa ta thënë edhe këtë këngë të shpirtit tanë, apo këngë të shpirtit për audiencën, për publikun. Këngë të shpirtit quhen gjithë ato këngë që kanë mbijetuar, mos të them shekuj, po decenje edhe deri tash. Nëse nuk janë të shpirtit, nuk mbjetojnë deri tash, nuk përcillen ndërbreza. Do të thënë këngë me vlera. Nëse janë shpirtit tim, besoj derisa këndonin të gjithë në publik. Ja dhurove familjes ata të cilët kanë qenë përkrahës për rrugtimin tanë, sepse ne në rrugtimin tonë edhe harrojmë t'i falemderojmë ndoshta familjen, mi po ky koncert ndoshta ka qenë edhe një farë lloj dhurate, falemderimi për gjithat përkrahje që e ke pas nga familja. Po, patjetër, edhe e mira është se ajo ishte mundësia rasti që ata të jenë të gjithë së bashku të mblidhen në një vend për të parë prezentimin të për të shijuar. Sepse kudo që do të këndoj, do të interpretoj, qoftë në ndonjë mbrëmje, qoftë në ndonjë organizim, mund të jetë një ose dy prej tyre, jo të gjithë së bashku në një vend. Edhe ajo ishte kënaqësia më e madhe dhe shoqëria që pranua ftesën, erdhën me pa durim, me thënë, pa hezituar, të gjithë ishin prezent, edhe familjarët e mi, njëjtë udhëtuar edhe nga Kosova, edhe motrat që janë atje, që jetojnë familjarët, ishte emocion shumë i veçantë. Ndjenje veçanta kish një skenë me 12 këngë vetëm për vetes, si të them, dhe ta ndash me atë publik. Me gjithë ata që të duan. Për gjithë ata që nuk e din, unë Luljetën e kam familje, dhe kur tha familja nga Kosova, unë e di që Luljeta ka shumë familje në Kosovë, shumë ma shumë se unë, kështu që shpresoj që edhe ata kanë ardhur dhe të kanë vizituar dhe kanë qenë prezente edhe ta kanë mbushat shpirtin edhe kënaqësinë, ta kanë dhuruar edhe më shumë. Shumë e vërtetë. Ndoshta të kanë dhënë edhe kurajo për të punuar dhe për të vazhduar edhe më tutje edhe ndonjë koncert tjetër solistik apo me mysafir apo bësh gjëra tjera të bukura, të cilat janë simbolik, shenjë falemderimi familjar apo shenjë falemderimi edhe për vetveten, se njëri dhuron kënaqësi edhe vetes, edhe publikut. Normal, ajo ishte kënaqësi reciproke. Lule, mund të më thuash se gjatë interpretimeve tua, sepse ti këndon edhe këngë popullore, e the që janë pjesë edhe e darsmave. Ndodh ndonjë tekst i cili të bën përshtypje dhe ndoshta e ndjen në moment dhe reflekton në disponimin tënd, reflekton ato si ti interpreton për publikun? Tash unë mundohem të interpretoj këngë të ndryshme, varësisht prej vendit ku jam, ku interpretoj, do të thënë dasmat kanë repertuar tjetër, organizimet dhe festave tjetër, koncertet kuptohet dalim me një këngë ose dy para publikut në sallë tjetër. Tu e pas parasysh vokalin tim që e kam më të butë, të them, jo me potencë shumë të madhe, edhe pse i di edhe këngët folklorike dhe i bi qiftelis edhe i këndoj, e di se ato më pak më shkojnë mua, me ngjyrën ose të them me ngjyrën e zanit tim,
Serenatat, definitivisht këngët e lehta qytetare, ato i kënoj me ëndje dhe më përshtaten me vokalin tim më së tepërmi. Aty gjithmonë e gjej veten i këndoj ma me ëndje. Më flen zani dhe shpirtin ato këngë. Luljeta, jemi në prag të festave të fund vitit, në prag të festave të nëntorit, e kështu me radhë. A ke planifiku diçka, projekt të ri muzikor? Po, zakonisht që jam prezente. Zakonisht janë këto festa që... Pavarësia, dita e flamurit, pavarësia Kosovës, festat e vitit të ri, ose festat e të marsit, gjithmonë... Janë festa që sjellin artistët këngë, ose projektet e veta. Ndonjëherë udhëtojmë edhe jashtë vendit, kom pas rast edhe në Paris të këndoj për pavarësinë e Kosovës, në Gjermani, në Zvicër, në Kopenhagë, në organizimet e ndryshme. Kjo është edhe fatmirësi fatimir për neve që të vizitojmë gjitha këto shtete, të prezentojmë, por edhe në Kosovë, edhe në Macedoni, nuk mungojnë të organizime dhe përveç festave dhe vikendeve ndodhë fundjavë të këndojmë dhe për lokalet të ndryshme me këngë të vjetra, me serenata, balada. Me këngë shpirti. Me këngë shpirti. Edhe ti e veçove këtë vikend që të vish edhe të neve në studio. Dhe të falemderoj jashtë mase. Luljeta, nëse nuk do t'ishe bë këngëtare, çka do t'ishe bë? Në shumë intervista ndodhë, gjithmonë parashtrot kjo pyetje. Edhe përgjigja gjithmonë dihet se është e njëjtë. Aktore. Nëse jo këngëtare, aktore gjithsesi, sepse edhe në shkollë fillore kam qenë në grupin dramatik dhe gjithmonë i kam adhuru recitimet që i kemi ba në klasë dhe angazhimin në grupin dramatik. Po pastaj u orientova me këndimin dhe ajo ngejtësin. Ndoshta është dashur të regjistrojmë në shkollë profesionale për aktrim. Do më thanë, prap skena. Skena, gjithsesi skena, dashuria për artin. Lule, cila është ajo kënga që ndoshta kur e këndon t'je ndjen ma shumë? Cila është ajo kënga që ti thua kjo është kënga ime? Nuk e di nëse mund të veçoj një këngë. 20-30 janë minimumi që i kam për zemre. Me thanë kënga të Shqipërisë mesme, njëso i dua këngët shkodrane, edhe i këndoj me qejf, këngë dashurije, balada edhe ato qoftë vjetra, qoftë edhe më të reja, si këngë të Sabri Fejzullaut, për shembull, që janë që me vërtet janë të mira dhe edhe ato po vazhdojnë të përcillen në breza. Në breza. Dhe kështu që këto, nuk do ta kisha veçu një këngë të veçantë për derisa ka shumë. Shumë. Luljeta, do kishim bisedu edhe shumë, do kishim bisedu edhe shumë të shka, mirë po, kjo është ajo biseda e shkurtër vikendi, ajo knatësia që ne adhurojmë publikut, po mesazhin për gjithë ata që duan të vazhdojnë muzikën edhe fare në fillim. Cili do kishte qenë ajo mesazhit që doja kishe dhënë ata të cilët e duan dhe e adhurojnë këngën tënde? Mesazhi i adhuruesve. Po. Unë vetëm diti falenderoj pafundësisht për mbështetjen, për përkrahjen, qoftë në përmbrëmjet që organizojnë, qoftë edhe dasmorët që më përzgjedhin të këndoj në ahengjet e tyne, sepse është përgjegjësi, është privilegj në një farë mënyre, në mesin e gjithë këtyre këngëtarëve të përzgjedhin ty ta besojnë një ditë shumë të rëndësishme të jetës. Po. Ndërsa për personat që kanë talent në këndim, në muzikë, në interpretim të ndonjë instrumenti, mos të hezitojnë, mos të ngurojnë, por patjetër të angazhohen dhe të drejtohen në vendet e duhura ku mund ta përsosin talentin e tyre dhe ta realizojnë veten. Se është mëkat dikush të ketë talent dhe mos mundet me shfrytzu talentin e vet në. Uroj që gjithkush ta gjejë edhe përkrahjen, edhe mundësim për t'i realizu dëshirat dhe për ta zbarth edhe për ta ndritat talentin e vetë. Dash zoti, besoj. Luljeta, faleminderit shumë që ishe pjesë e emisionit tonë në këtë bisedë, sa do kudo të shkurtër, mirë po shumë të lezetshme. Faleminderit. Dhe shpresoj e besoj që
në koncertin e ardhshëm të vim dhe të ndjekim me kamera. Shpresoj, besoj patjetër. Faleminderit. Faleminderit. E dashur.